E bën edhe të drejtje ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Parti me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible. Say, bull. Behavior independence. Say, no. Forcing an excessive training is summer. Pra, faktikisht partitë e vogla, që të them në diçka, çfarë do të bëj protesta, çfarë do të bëjnë qytetarët në tërësi, çfarë do të jenë objektivat e radhës. Ti janë të qartë. Kjo do ishte vetëm domethënë sepse okay, kemi marrë një fitore tjetër, domethënë me ato gjëra që na lexova. Pra kemi aleat. Kemi aleat. Kemi aleat. Për 30% të pikave tona, afërsisht nuk e di a mund të 30%. Pra për ligjet kemi aleat, për to dy ligjet shumë të rënda. Çështja është tani, çfarë duhet bëjmë protestuesit? Duhet vazhdojmë me protestën siç janë fiks këtë moment, sepse kanë gjallë mjaft interes dhe po tregon që vërtet populli mund t'ju imponohet qeverive. Ne po edukojmë gjithë planetin me këtë punë, pra. Se si mund të vetë qytetarët të imponohen qeverive. Shumë e bukur, jo, për herë të parë jemi të parët në diçka, domethënë. Se ne I kemi etiketuar gjithmonë si një popull qesharak, po flas pas, pra nuk I kemi bërë nder emrave të Skënderbeut dhe pararzëve tan, pra. Dhe faktikisht kjo protestë që çdo ditë I shef njerëzit aty lodhen, pra. Vdesin në lodhje ditën në pikun e Vapës dhe vdesin prapë në lodhje në pikun e Vapës pasdite, pra, që jemi në kohën e korrigut të qershorit, pra qershor korrik gusht, që është goxha vap tani. Kanë sakrifikuar gjithë kohën e tyre të lirë vetëm që t'i japin zgjidhje kësaj pune. Duke vazhduar kështu, jo vetëm që do marrin pëlqim, do zgjerohen aleatët e tjerë që ka, pra. Aleat, forsat ndryshme në botë. Se ju interesohet që populatat botërore të ngrenë zërin ndaj qeverive, se po ndodhin gjenocidet dhe luftra para syve tanë, dhe qeveritë bëjnë sikur asgjë s'po ndodh. Më kupton? Po. Dhe faktikisht kjo që po ndodh në Shqipëri, përveç se gjenocideve dhe luftrave, për shembull në Palestinë dhe në Ukrainë, po ndodh dhe vjedhja pronës nga shtetet. Pra do të thotë që këtu po merr fund çdo gjë, pra në rand ndërkombëtar, po prishet çdo gjë e mundshme. Pra do vinë aleat të tjerë po vazhdoj protesta. Pra do të vazhdojmë me këto pika. Derisa qeveria të bjerë. Duhet vazhdojmë të protestojmë derisa qeveria të bjerë. Sepse është gjetë dhe një ekuacion perfekt që do të marrë pëlqimin e popullit në tërësi. Ekuacioni është që thritet Ramanburg-Berishamburg, që do të thotë edhe elektorati I socialistëve, të cilët nuk e durojnë dot Saliun, do I bashkojnë protestës sepse shikojnë që korrupsioni ka arritur kulmin, e ndjen dhe vetë një pjesë për tyre. Edhe demokratët nga ana tjetër janë shumë të indinjuar që Sali Berisha është kthyer si Kim Jong-un I Partisë Demokratike dhe doli si kandidati vetëm për Partinë Demokratike. Po. Pra është shumë e bukur se këto të dyja palët kanë faktikisht punuar për fundin e tyre. Më kupton? Dhe protesta ka gjetë ekuacionin perfekt saj që është Ramanburg-Berishamburg. Perfeksion total. Pra kjo është, pra të vazhdojmë protestën deri në rrëzimin e qeverisë. Një hap konkret I dytë, pika 2 tani, përveç se protestës në rrugë, duhet ta sillim protestën në parlament. Po si? Si mund ta sillim protestën, se ne vajtëm tek kuvendi, u rrethua kuvendi, u gjuajt me vezë domethënë, edhe u rran, pastaj u morën, u futën në burg dhe janë atje 3 ditë. U abuzuan domethënë. Si mund të çohet protesta në parlament? Protesta në parlament, kësaj radhe nuk duhet futet me forcë. Ajo që them unë duhet futet nëpërmjet ligjit. Sado I mbrapsht të jetë ky shtet, sado korruptiv të jetë kjo reformë zgjedhore që u bë, që shumë nga njerëzit të cilët votuan nuk u përfaqësuan në parlament, prap arritën populli shqiptar të krijonte një opozitë të vogël ndryshe nga sistemi PSD që është 35 vjeçar, që janë faktikisht 3 partitë të reja. Agron Sheaj, Arlind Qori dhe Adratik Lapaj, secili kanë nga ato partitë e tyre, pra kanë 4 deputet brenda së bashku. Ajo që duhet bëjnë protestuesit në paqe me njëri tjetrin dhe me këto parti, të cilat janë të lejueshme aty në protestë, secili nga këto janë aty as nuk I ngacmon protesta. Po, nuk I ngacmon njëri. Po, sepse këta faktikisht Agron Sheaj ka ngritur zërin në rjoll. E ka ngritur zërin te ajo piçkëza e vogël atje në Sarand,
tek Në në Butrind, po. E është ngritur zëri edhe nga u demaskua nga Lëvizja Bashk, Zvërneci siç u bë. Tërheqja zvarr ishte nga aktivistët që e kapën video aktivistët e Lëvizjes Bashk, që kapën dhe policinë e cila nuk bënte asnjë pikë gjëje pra. Tmerr. Po. Shteti rat, komplet rat. Dhe e bukur është se Adriatik Lapaj me Lëvizjen Shqipëria Bëhet, me Partinë Shqipëria Bëhet, po mbledhin firma që ta çojnë në referendum dhe të rrëzojnë këto ligje nga vetë populli. Pra të treja këto parti po bëjnë betejë të njëjtës luftë. Okej. Çfarë do thotë kjo tani? Pse i lidha me këto partit? Protestuesit duhet bien paqe dhe t'i lënë këto tre parti të jenë edhe më të angazhuara brenda protestës, më të përfshira, sepse ato tashme kanë treguar veten, kanë thënë që duam të shkojmë në zgjedhjet e parakohshme, pra edhe ato pak mandate që i fituan me shumë forcë, edhe ato duan t'i lëshojnë vetëm që të zhbëhet ai parlament. Pra ata kanë deklaruar vetvrasje politike. Pra kjo është një pikë e mirë për to. 1. 2. Me aq sa di unë politikisht me deklaratat që kanë bërë ata, të gjitha pikat e protestuesve janë brenda atyre ato çfarë ata kërkojnë, vetë këto parti të reja. Dhe 3, lufta, betejat që kanë bërë këta janë të gjitha të njëjtës luftë, që është faktikisht lufta ndaj korrupsionit dhe kapjes së oligarkëve nëpërmjet këtyre ligjeve shumë të rënda. Thënë kjo, që të futet protesta në parlament, duhet që këto parti të bëhen së bashku një bashk, pra t'i lënë ndasit ideologjike që kanë me njëra tjetrën, dhe të fokusohen vetëm në zgjidhjet politike që ofron protesta. Dhe të gjitha pikat që protesta ka, t'i marrin ato dhe t'i bëjnë pjesë të një drafti. Dhe të deklarojnë para popullit që këto pika do i marrin dhe do i çojnë në parlament të 4 deputetët së bashku. Po pse nuk i marrin? Pse nuk i kanë bërë deri tani? Pse nuk i kanë bërë? Po sepse mungon fryma e bashkëpunimit midis tre partive. Në rregull, ajo është e qartë që mungon fryma e bashkëpunimit, domethënë për më shumë për të thelluar ideja është pse mungon fryma e bashkëpunimit, nëse ndjes. Unë besoj që ne nuk jemi të vetmit që flasim për këtë temë dhe ti nuk besoj që është probabiliteti shumë i vogël që ti jesh i vetmi që mendon kjo është rruga e duhur. Besoj që dhe atyre mund të ketë shkuar në mendje, domethënë. Ku qëndron problemi, ku ngurohet, domethënë pse akoma nuk ka frymë bashkëpunimi kur është shteti i qartë që një bashkëpunim të paktën në këtë kornizë që është kornizë me sa duket shumë e pastër, shumë e qartë. Është politike, s'është ideologjike fare. S'ka lidhje domethënë. Është hapje e garës. Ata janë caktojnë 1, 2, 3 pika dhe vetëm për këto do gjejnë një konsensus për asnjë gjë tjetër edhe nuk e di domethënë pse nuk ndodh. Këtë e kam pak vështirë të kuptoj dhe se si mund të ndodhë, domethënë çfarë duhet le të themi të piqet paraprakisht që të arrihet një bashkim ose bashkëpunim i tillë. Prandaj them, protesta është thembra e akilit, le të themi, se si do sillet, si do hidhet shigjeta te thembra e akilit. Parlamenti është thembra e akilit, si do goditet. Është nëpërmjet kërkesës së protestuesve që t'i vënë para përgjegjësisë dhe partitë e vogla. T'ju thonë që ne duam që ju t'i çoni këto të gjitha pikat në parlament, do zotoheni që ju do luftoni vetëm për realizimin e këtyre. Pastaj do flisni për objektivat tuaja. Dhe do zotoheni për këtë dhe kjo kërkesa do të vinë nga protesta. Kjo është thembra e akilit. Vetëm kjo mund t'ju imponohet partive të reja. Në qoftë se ndodhet diçka tjetër tani. Ndodhet diçka tjetër e bukur. Është e rëndë, por që ka dhe pasoja të mira. Do demaskohen dhe nga partitë e vogla kush është pro kësaj dhe kush është jo kësaj. Pse nuk do duan këto parti që të bëjnë një koalicion, një aleancë me protestuesit, që t'i çojnë këto kërkesa kaq të pastra që hapin hapin reformën zgjedhore, hapin garën pra për të shkuar, se ju bën mirë dhe atyre vetë. Do të thotë që këta nuk janë pjesë e protestës. Po. Do të thotë shumë mirë atëherë u demaskohen dhe këto. Janë pjesë e sistemit. Domethënë nuk kemi çfarë humbit thotë. Po. Çfarë lloj gjëje që të ndodhi, domethënë do dali hapur. Gjithatë do i marrim dhe gjithë në kosht pastaj. Po, e kupton. Është gjë e mirë kjo. Ata që refuzojnë këto pse si refuzon të ella?
pra ti je kundra protestos zepi, ti je kundra kërkesave të qytetarëve. Ajo është e qartë, pastaj nuk e mohon dot Po. nëse nuk e bën. Por okay, në rregull, i morëm këto 5 pika apo 10 pika i çuan në parlament. U bën këta 4 bashkë, dolën atje tek foltorja i thanë në parlament. Pastaj Më fal. Kjo është zotimi ose beslidhja, se jemi në kohën e qershorit, si në kohën e beslidhjes së Prizrenit, dhe kjo të quhet beslidhja e Tiranës, pra do të quhet ky akt marrëveshje me qytetarët që do të bëjnë partitë e reja, dhe duhet zotohen që ti përmbushin këto pika. Nëse ato një ditë do bëhet ky koalicion, do arrit bëhet shumicë në parlament dhe do i votojnë këto gjëra. Ajo që duhet bëjnë këta, që pika numër 3 është që këta duhet të zgjedhin së bashku, pra kur të bëhet kjo akt marrëveshje, duhet së bashku të japin një kandidat për qeverinë tranzitore, që ta çojnë parlamentin dhe qeverinë në mocion mosbesimi. Tash ti do thuash, çfarë garancie kemi ne që ky kandidat nuk do jetë i kapur qoftë edhe nga një nga këto partitë e vogla, por edhe nga sistemi i vjetër politik. Kjo është një shqetësim. Jo, më përpara përveç kandidatit, unë nuk thjesht jo për veten time, por më shumë për të kuptuar se çfarë jemi duke thënë, domethënë një mocion mosbesimi për të nisur kërkon 28 deputet. Po 1/5. Dhe për të konfirmuar kërkon shumicën e thjeshtëve. 71 mandat. Vota. Nëse 71 po. Po. Shumica e thjeshtë direkt në 51%. Po. Si ne kemi 4, si bëjmë 28, edhe kur i kemi 28 si bëjmë 71. Po. Tani. Me atë reformë zgjedhore që kanë bërë partitë e mëdha, faktikisht kanë krijuar edhe shumë mospëlqim brenda vetë radhëve të tyre. Okay. Sepse ata kanë hapur kanë bërë lista të mbyllura dhe lista të hapura brenda kësaj reforme zgjedhore, që do të thotë është një grup deputetësh të cilët janë më pranë kryetarit të partisë madhe, që është PS dhe PD. Pjesa tjetër, me sa duket, garoj secili për kokën e vet. Bile ata jo vetëm për kokën e vet, po garojnë edhe për ta tjerët që janë të mbyllur, domethënë se të gjitha votat që vjen atje. Po edhe kjo. Çmenduri. Pra këta madje rrezikonin që lodhjen e tyre në fushat t'ju shkonte për vota për listat e mbyllura. Si ka shkuar dëm, shumë. Po, shumë të tjerë. Shumë të tjerë. Që shumë kanë miq për atyre që janë jashtë, ata që janë të listat hapura pra. Po. Që do të thotë, si mundet tani të merret pëlqimi i këtyre deputetëve që janë listat hapura se tashmë ekziston pakënaqësia brenda tyre. Sidomos nga pala demokratike, shumë prej tyre nuk e durojnë dot Sali Berishën. Nuk e durojnë dot. Shumë prej tyre madje kanë bërë luftë të tepërt madje deputetët e Partisë Demokratike për mos rikthimin e Sali Berishës në pushtet të Partisë Demokratike. Tani ata kanë rënë në heshtje. E kupton? Por kjo nuk do të thotë që nëse nuk vjen një zgjidhje alternative për të rrëzuar qeverinë edhe si efekt domino të bjerë dhe opozita, e kupton? Ata nuk do e votojnë. Ata. Tani si merret pëlqimi i këtyre deputetëve? Dhe si merret pëlqimi dhe protestuesve? Një person i cili nuk ka lidhje as me sistemin e vjetër, as me këta të cilët e nominuan këto partitë e vogla, dhe që ka pëlqimin e qytetarëve. Ne do të marrim si shembull atë që ka ndodhur në Greqi dhe Itali. Në Greqia në 2011 ka krijuar një qeveri teknike për ta nxjerrë vendin nga kriza, udhëhequr nga Lukas Papademos. Kurse Italia gjithashtu ka bërë të njëjtën gjë në 2011 me një qeveri teknike, ka zgjedhur një ekonomist, si Greqia ekonomisti dhe Lukasi, ishte më duket Mario Draghi, Mario Monti, nuk e mbaj mend kush ishte një nga Draghi më duket. Po. Pra kanë zgjedhur ekonomista për të nxjerrur vendin nga ajo krizë ekonomike që gjendeshin. Shqipëria ndodhet në një krizë ekonomike, por Shqipëria më radhëfar ndodhet në një krizë korrupsioni endemik. Që do të thotë Shqipërisë nuk i duhet një ekonomist. Shqipërisë i duhet një njeri i ligjit. Madje unë duhet ta rëndoj më shumë, duhet fiks një prokuror dhe gjykatës. Shefi i qeverisë tranzitore. Pra kryeministri i ri. Dhe e bukura jon është se këta pa dashje ja kanë bërë vetes, se këta kanë bërë një reformë zgjedhore që faktikisht ka çuar vendin në kaos në aspektin që ka kaputur shumë
gjykatës dhe prokuror në për gjykata dhe si rjedhoj janë mbushur dosjet kapic, por njëkohësisht ka dhe një të mirë. Ka treguar që pasi ka kaluar ky filtr, grupi i cili ka kaluar filtrin pra, të prokurorëve dhe deputetëve dhe të njerëzve të ligjit, janë të pastër, janë të pakapur nga politika. Të paktën në aspektin korruptiv nuk janë të korruptuar. Kanë vërtetuar që gjitha pronat dhe çdo gjë që kanë, i kanë bërë me djeshtën e ballit tyre. Nga kjo pull njerëz të ligjit, që kanë kaluar tashmë filtrin e reformës zgjedhore, duhet të dalë kandidati për kryeminist. Sepse ka kaluar filtrin. Është një filtr që është aprovuar nga Bashkimi Evropian, nga nga Shtetet e Bashkuara, po. nga nga çdo lloj grupi interesi në atë kohë që ishte, edhe vetë këta që votuan, se këta donin të Përpara se të fillonin të binin. t'i afusin njëri tjetrit, kujtonin se Edhe ja u futën dyve, po. po, e kupton? Çmenduri. Po, edhe në fund pra po kjo krijoi pra këtë pullin, pra këtë të një grupi të madh individësh që janë të pastër, të pakapur, dhe profesionistësh. Njerëz të ligjit. Aty duhet të marr. Domethënë neve na duhet një profesionist në problemin që kemi për të nxjerrë vendin nga në rregull. Okej. Ja zëm se i përdorëm të gjitha pakënaqësitë e brendshme, arritëm të ngrihen një emocion mosbesimi, arritëm që qeveria të bjerë me 71 vota duke përdorur të gjitha mjetet që kemi në dorë. Tashmë kalon në fazën e krijimit të kësaj qeverie teknike me këtë filanin në krye që ti përmendë. Si do duke kjo në detaje domethënë. Ajo është një ndër realitet praktikisht për shqiptarët. Në rregull, po unë po them domethënë thjesht për të shpjeguar teknikalitetet që edhe ata që dëgjojnë ta kuptojnë domethënë që përveç se është një ëndër, se kërkon jashtëzakonisht shumë punë, po edhe është e bëshme. Thjesht ne po shkruajmë rrugën. Rrugën e shpjegova, rrugën ligjore, se si pika kërkesa e parë, dorëheqja e qeverisë arrihet. Kjo është pra, vetëm me emocion mosbesimin në parlament. Ose po dha dorëheqjen e Tiranës. Ose për rrethana natyrore ai ndron jetë. Po. Dhe pyetja ishte edhe një herë ishte si çfarë do bëj qeveria tranzitore? Çfarë si zgjidhet e gjithë qeveria tranzitore një mënyrë, se ti the që gjithë secili do të kenë këto njerëzit. Do dali një person na duhet për të qenë kryeministri i qeverisë tranzitore, por ky njeri do të ketë persona të tjerë që do luajnë role kryesore. Po, ministrat. Po si do zgjidhen këta? Po më radh të parë të jepet një kandidat për kreun e qeverisë. Më kupton? Se nga aty pastaj ngrihen debatet. Ti zgjedhje ai domethënë. Ai vet ose vet ky grupi që e nisi këtë emocion mosbesimi. Më kupton? Pra këta aleanca e 4 deputetëve të rinj. Edhe aty të zgjidhen profesionistat fushës, pse jo? Që faktikisht për çdo ministri duhet një prokuror. Pikërisht. Kështu që ta mbushim gjithë me prokurorë, domethënë qeveria teknike. Po se kështu është. Se sipas Instatit, nga 2012 deri në 2025, vetë Instati ka thënë që Shqipëria ka keq përdorur mbi 9.8 miliard euro, pra çdo vit kanë keq përdorur 1 miliard euro nga ana zyrtare pra. Çmenduri. Po të trash ta them këtë pra. Duke i konvertuar ato lekë. Disa janë më të vërtetë. Po, disa janë më të vërtetë. Dhe janë larguar 1.7 milion shqiptar. Shqiptarë të Shqipërisë, 1.7 milion shqiptarë të Shqipërisë jetojnë jashtë vendit sipas Instatit. Okej, i zgjodhëm ta filin, secili me pikën e vet më të fortë për të bërë diçka të bukur. Çfarë do bëjnë? Çfarë është mandati i këtyre? Sa i gjatë është mandati i këtyre dhe çfarë do të përfshihet si pika kryesore e mandatit? Prandaj mua nuk më pëlqen. Nuk pëlqen protesta është e lezetshme, por nuk ai artikulon dot të gjitha gjërat ligjërisht. Prandaj duhet që këto partitë e vogla ta marrin përsipër këtë, sepse kanë dhe staf ligjor nga mbrapa, edhe mund të edhe ti përpilojnë siç duhet këtë pjesë. Sepse qeveria tranzitore ka nevojë për një kuadër objektivash. Nuk mundet thjesht ti të japësh këtë, edhe të çojë vendin në zgjedhje të, duhet të japësh disa objektiva qeverisë tranzitore. Dhe objektivat kryesor të kësaj pra këto, ky grupi që do nisi emocionin e besimit, do të japë disa objektiva qeverisë tranzitore, përveç se kreut që zgjodhi edhe ministrat. Objektivi i parë është duhet patjetër të kalojë një vetting gjyqësor të gjithë politikanëve që janë në postet larta të shtetit. Gjithë. Nga para, siç kanë bërë reforma në drejtësi për gjykatësit,
Të bëjmë për politikanët. Për të gjithë. Po, ajo do ishte fiks. Kjo është objektivi numër 1. Unë po flas për utopinë më madhështore të mundshme. Mhm. Pra. Po synojmë galaksin tjetër, po të paktën të shkojmë deri në Mars. Okej. Pika numër 2. Jo vetëm që ajo të përgatisi vendin për zgjedhjet parakoshme, pra, por të depolitizojë edhe administratën, duke nisur të paktën një institucion që merret me depolitizimin e administratës, se nuk ka një të tillë tash. Më kupton? Dhe janë disa nuk e mbaj mend, janë disa institucione europiane që i japin rekomandime se si bëhet kjo. Janë rekomandimet gati. Pra duhet që qeveria tranzitore përpos filtrit të politikanëve, vettingut politik, duhet të bëjë dhe ngritjen e institucionit të Shqipërisë që merret me depolitizimin e administratës, që të mos hyjnë punë vetëm patronazhistat e partisë. E kuptoj. Thjesht të ngrihet institucioni more, jo të bëjë të gjithën, se duhet është një procedurë shumë e gjatë, kërkon ndoshta Normal, vite. shumë vite. Numër 3 është të zbatoj të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit që të shkojë vendi në zgjedhje të parakoshme. Mirë, po, përpara se të shkojnë në zgjedhje parakoshme duhet me se s'do ndryshohet kodi zgjedhor. Për të bërë sistem mazhoritar kombëtar me zgjedhje drejt për drejt. Po, problemi është me këtë parlament nuk e di ma do votohet. Po e voton me qeverinë teknike, mo? Jo, se me qeveri teknike nuk e bën dot, aty duhen votat e parlamentit. Thua? Po. Se bën dot qeveria. Qeveria s'ka fuqi legjislative. Okej. Përveç se VKM-ve, por kjo reforma ka nevojë për votat në parlament. Që do të thotë, kjo nuk arrihet. Po e di si arrihet kjo? Që thua ti që edhe reforma zgjedhore të bëhet. Ndërkohë që bëhet vettingu i politikanëve. Ata që do zën radhët kur të kalohet ai, që se kalon dot filtrin, ai politikani që ja kishin hequr radhën, ai bashkë me këta do hapin debatin në parlament për ta bërë reformën zgjedhore. Pra është një proces kjo. Është një proces, Po. njëra pas tjetrës. Po, po. Kjo nuk bëhet dot kjo. Nuk ja jep dot si kusht qeverisë tranzitore këtë. Ama qeveria tranzitore akomodon ambientin, po ta shikosh që të hapet debati që reforma zgjedhore të bëhet. Të bëj gati domethënë gjithë atmosferën, frymën e re. Po, sepse për shembull po Sali Berisha më një herë nëse kalon atë filtr që unë e imagjinoj, filtri është kështu. Nëse je akuzuar një herë nga Spaku, një herë të vetme. Pra ka jenën në hetim. Je dhe i akuzuar, që është në arrest për burg, që është masa më e rëndë e sigurisë. Ti me njëherë nuk e kalon dot këtë filtr, sepse ti ka prova ta tilla që ti ke shku dhe për arrest shtëpie. Po. Më qenë bie koka e për shembull njerëz për këtyre kuçedrës, pra. Direkt. Direkt do bien radhët, pra, dhe do kaloj ky nuk hyn dot më në parlament. Ky e humbet atë votë. Dhe njëkohësisht do të merrohen dhe ata deputetë të tjerë të cilët do e kalojnë këtë filtr. Edhe radha e këtyre do mbushet sipas listës që ata ja u kanë marrë përpara. Personit përpara. Edhe mbetet vetëm nga kjo koalicioni i vogël për 4 vetash që ta çelin debatin prapë. Se prandaj është ajo akt marrëveshja me qytetarët, që është reforma zgjedhore, e kanë pikta dhe këta duhet ta sjellin në parlament. E kuptoj, është shumë e vështirë. Jo, por është nuk është pjesa se është e vështirë, është thjesht kërkon durim. Kërkon shumë durim, kërkon shumë durim, është diçka që nuk vjen dot nga sot nesër, edhe ti e di, shumica e njerëzve kanë qejf edhe zgjidhje gjëra të bukura, gjëra që tingëllojnë bukur, domethënë. Të bëhet shpejt e shpejt, por ne dim që ajo është tepër e vështirë. Po qeveria tranzitore këto trobi këto. Vettingun e politikanëve, depolitizimin dhe zbatimin e rekomandimit të OSBE Odirit për zgjedhjet e parakoshme. Kjo akomodon që akt marrëveshja ku janë dhe pikat e protestuesve të shprehen edhe më lirshëm, edhe të votohen nga parlamenti i ri, i cili nuk jam i sigurt që s'do e kaloj dot atë. Një pjesë për tyre, një pjesë e madhe për tyre. Gati 30%. Unë besoj se më shumë se 30% nuk e Po, kanë. ndoshta që jemi sot. Domethënë nuk e di nëse ngelet gjysma do ishte mirë. Po nuk besoj se ngelet as gjysma. Është tmerr aty. Janë të gjithë. S'ka problem, ka lista nga mbrapa. Ata që punuan të shkret. Normale, por do dalin të rinj burr. Po, do dalin të rinj nga sheshi, do dalin të rinj, do vinë nga jashtë, ata do vinë nga brenda, ata do vinë nga rrethet. Jo, po flas nga PS-ja dhe PD-ja që janë në listën e di, po që edhe nga jashtë mund të vinë domethënë. Po, nga jashtë partive, domethënë nga sheshi apo
Kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe. Po mirë. Okej. Mund ta mbyllim në këtë notë pozitiviteti. Domethënë, ata i lëm me një mendim. Për të vrasin çik mendin, domethënë se si duket si ide. Mua më pëlqen, domethënë, është kërkon një çik ftohtësi objektive kështu, domethënë, për të mos qenë shumë emocional, për mos të qenë kryeneç, domethënë, për mos pa hatërmbetje, por do të jesh jashtëzakonisht pragmatik i ftohtë, vetëm për të arritur objektivin. Të shohim. Shohim. Shumë faleminderit. Buqim në bu, CHI, bu, CHI Në podcast.